Familja Alban Gashi, të kërkuar lidhur me rastin e vrasjes, ka shkuar për kryeshëndësh tek familjarët e viktimës Naser Gashi. Insajderi merr vesh nga burimet e saj se familjarët e Naser Gashit kanë thënë se drejtësinë do ta kërkojnë nëpërmjet rrugëve ligjore. Siç u shprehën burimet për insajderin, në të pame, familjarëve të Alban Gashit nuk ju kërkua besë e as këtë të parët nuk e kërkuan atë. Alban Gashi, në letrën që ja ka drejtuar policisë së Kosovës, ka mohuar ta ketë vrarë Naser Gashin. Sipas letrës, zanafilla e problemit të Gashit me Miftarin, i njohur me Novkën Duqi, ka nisur në shtetin e Spanjës, kur Miftari kishte qenë në lidhje me një grua, e cila më pas ishte lidhur me një person me emrin Alban, për që ai kishte menduar se ishte vetë Gashi. Çdo herë sipas shkresës që Gashi ka dërguar tek hetuesit përmes avokatit me arsyetimi për zbarrjen e rastit, thuhet se Miftari e kashare e ka ofenduar Gashin me anëtarë të familjes, gruan e tij dhe vajzën e mitur deri te kërcënimi për babain e tij. Më pas thuhet se Miftari i kishte shkuar Gashit edhe tek banesa ku e kishte kanosur me thik, madje kishte tentuar ta therte. Po ashtu, edhe pronarja e apartamentit ku banonte me qira Gashi pretendohet se u kanos nga Miftari, e që ajo më pas e largoi Gashin nga apartamenti. Më pas thuhet se Gashi u detyrua të ikë në Francë tek gruaja dhe vajza e mitur e më 24 mars 2025 vjen në Kosovë në vizitë tek prindrit. Në shkresë thuhet se pasi mësoi vendodhjen e Miftarit, Alban Gashi bashkë me një person shkoi në vendin e ngjarjes që të dy të armatosur. Me të hyrë në lokal, Miftari ka lëshuar një zë dhe ka kërkuar nga mysafirët që të mos lëvizin dhe për një moment gjuan në drejtim të Gashit 4 herë, duke e plagosur në këmbën e djathtë. Kështu të paktën pretendon Alban Gashi në letrën drejtuar policisë. Më pas thuhet se pas zbrazjes së municionit nga ana e Miftarit, i njëjti repetit armën dhe afrohet në distancë të afërt dhe e godet 2 herë në këmbë dhe 1 herë në dorë, dhe më pas Gashi afrohet ja merr armën Miftarit dhe me të në pjesën e kodakut e godet disa herë në kokë dhe përfundimisht largohet në një vend të panjohur. Alban Gashi pretendon se nuk ka mundësi që nga gjuajtja e tij të është goditur tani ndjeri Naser Gashi, por që është goditur nga e shtëna e Miftarit. Po ashtu, i dyshuari pretendon se nuk kishte qëllim të gjuajë në drejtim të Miftarit, por që ta rrete për shkak të fyrjeve të rënda që ajo kishte bërë kohë më parë. Por me të hyrë në lokal, Gashi ishte plagosur nga Miftari, e që pretendohet se u detyrua ta mbrojë veten e ta zbrapë sulmin. Sipas Albanit, armën nuk e ka repetit, derisa Miftari ka shkrepur të gjithë fishekët që i kishte në revolje. Aty thuhet se informacionin për vendodhjen e armëve që janë përdorur në rast, i dyshuari Gashi e kishte dhënë përmes avokatit, e që policia i kishte gjetur 3 armë zjarri në makës. Në letër thuhet se në atë vend janë gjetur një pistolet të dyshuarit Gashi, një pushkë automatike të dyshuarit tjetër dhe një pistolet pronë e Miftarit. Arma e tipit mulli thuhet se është përdorur nga Miftari, e që këtë sipas tyre do ta vërtetojnë provat. Përmes letrës, kanë kërkuar që të dëshmojnë 2 dëshmitarë, të cilët kanë qenë prezent në vendngjarje. Alban Gashi pretendon se nuk ka shtënë në drejtim të asnjërin nga personat që gjendeshin në lokal, mirë po gjuajtja e tij në drejtim të Miftarit ka ardhur pasi ai e plagosi. Andaj në letër pretendohet se Miftari kishte pasur mosmarrëveshje me një person tjetër me emrin Alban dhe jo me të personalisht, kështu supozohet se ai e kishte përzier me atë person.